Të huajt shpesh mendojnë se Zürichu, Gjeneva ose Berni janë kryeqyteti i Zvicrës, por ky shtet në të vërtetë nuk ka një kryeqytet. Arsyeja për këtë është zgjidhje të ndërlikuara, të cilat janë të përcaktuara nga historia dhe mjaft pragmatike. Për të kuptuar pse është kështu, duhet të kthehemi pas në krijimin e këtij shteti. Në fakt, ai u formoi në vitin 1291 nga disa kantone, duke krijuar një bashkim të lirë. Konfederata e vjetër zvicerane deri në fund të shekullit të 18 nuk kishte një parlament në kuptimin e vërtet të fjalës. Si një konfederatë e kantoneve të pavarura dhe sovrane, pa një bashkim të qartë, ajo kishte një Tagzadung, kongres të dërguar nga kantonet. Ky kongres ishte mbajtur në Luzern, Zürich, Zhviz dhe shpesh në Frendelfeld dhe Baden. Interesante është se ai mbahej edhe në qytete si Konstanca, të cilat nuk ishin pjesë e konfederatës. Ushtria franceze sulmoi Zvicrën në vitin 1798 dhe Konfederatën e vjetër zvicerane zëvendësoi Republika Helvetike, një shtet i centralizuar sipas modelit francez. Kryeqyteti i kësaj republike, e cila ishte një shtet vasal i Francës, gjatë 5 viteve të ekzistencës së saj ishte Arau, Luzerna dhe Berni, por askush nuk ishte i kënaqur për të vendosur rend. Napoleon Bonaparte në vitin 1803 rivendosi kufijtë e kantoneve të vjetra dhe krijoi kantone të reja si Vaud dhe Argau. Konfederata e 19 kantoneve, krijuar nga ligji i pajtimit, gjithashtu nuk kishte një kryeqytet. Gjatë kësaj periudhe, 6 qytete e ndoronin pozitën e kryeqytetit, ndërto Friburgu, Solothurn, Basel, Luzern dhe Zürich. Historiani Andre Holstein shkruan se kryeqyteti i cili atëherë quhej paraQytet i Konfederatës, prej vitit 1815 ndryshonte çdo 2 vjet, mes Zürichut, Bernës dhe Luzernit. Zvicra moderne si shtet federal u krijua në vitin 1848 për të parandaluar përqendrimin e pushtetit në kantonet liberale pas luftës së Sonderburgit në vitin 1847 dhe për të ruajtur federalizmin, u gjet një kompromis tipik zviceran. Kështu deputetët e të 2 dhomave të parlamentit në vitin 1848 zgjodhën Bernën si vend qendrën e institucioneve të pushtetit federal. Arsyeja për këtë ishte vendodhja e tij gjeografike dhe mbështetja e kantoneve ku flitet kryesisht gjuha frënge. Për më tepër, ky qytet ofroi pa pagesë tokën për ndërtimin e ndërtesave të institucioneve federale. Institucionet e tjera të rëndësishme ndodhen në qytete të tjera të mëdha. Për shembull, Gjykata Federale është në Lausanne, Gjykata Federale Penale në Bellinzon, ndërsa Selia e Bankës Kombëtare të Zvicrës është në Zürich dhe Bern, që nga ajo kohë Berni njihet si qyteti federal, megjithatë ky term nuk ekziston në kushtetut. Historiani Holstein mendon se deputetët, duke mos zgjedhur një kryeqytet, morën parasysh disponimin e kantoneve me popullsi katolike konservative. Duket se kjo strategji ka pasur sukses pasi Zvicra ka mbetur e qëndrueshme që nga ajo kohë dhe është vendosur si një nga demokratikët më të suksesshëm në botë.